Programi raketor I Iranit ka kapacitete që shtrihen përtej lindjes së mesme dhe prekin drejt për drejt territorin evropian. Sipas një grafiku të publikuar nga Qendra Amerikane e Analizave Center of Strategic and International Studies, raketat balistike dhe ato të tipit Cruise të Iranit krijojnë unaza goditje nga 300 deri në 2000 kilometra, duke përfshirë një pjesë të konsiderueshme të Europës juglindore. Raketat me rreze më të shkurtër, rreth 300 deri 500 kilometra, mbulojnë vendet fshinje të Iranit, por unaza prej 1300 kilometrash ku përfshihet raketa Shahab 3 arrin deri në mesdheun lindor duke përfshirë Qipron dhe pjesë të Turqisë. Unaza më e gjerë deri në 2000 kilometra, ku përfshihen raketat Seil, Gader dhe Koramashar, shtrihet thellë në territorin evropian. Brenda kësaj rrezeje bien Greqia, Shqipëria, Bullgaria, Rumania dhe një pjesë e konsiderueshme e Ballkanit Perëndimor. Gjithashtu pjesë të Italisë Jugore, Hungarisë, Slovakisë dhe madje zonat e Europës Qendrore rezultojnë brenda këtij perimetri teorik. Sipas të dhënave të CSIS, Irani zotron mira raketa balistike dhe cruise, duke e konsideruar arsenalin e tij si më të madhi në lindjen e mesme. Disa nga sistemet më të avancuara si Koramanshar 4 kanë rreze 2000 kilometra dhe mbajnë koka luftarake të rënda, ndërsa përdorin motor që reduktojnë kohën e përgatitjes për lëshim. Raketat Seil me karburant të ngurtë ofrojnë fleksibilitet operacional, ndërsa Gader 110 përmirëson kohën e reagimit krahasuar me versionet e mëparshme Shahab. Harta e publikuar nga CSIS tregon qartë mbi vendosjen e këtyre rrezeve, duke krijuar një zonë të gjerë ndikimi që përfshin instalime ushtarake, porte strategjike dhe aeroporte në mesdheun lindor dhe në Europën juglindore. Në kontekstin e tensioneve aktuale dhe kërcënimeve të drejtë për drejta ndaj Qipros, zgjerimi rrezës së konfliktit ka ngritur shqetësime të reja sigurie edhe për vendet e Ballkanit, përfshirë Shqipërinë, të cilat ndodhen brenda perimetrit maksimal të raketave me rreze të gjatë të Iranit. Njihuni me arsenalin iranian. Koramanshar. Raketa Koramanshar ka një rreze veprimi nga 1000 deri në 2000 kilometra dhe mund të mbajë një kokë luftarake me peshë deri në 1800 kilogram. Gjatësia e saj arrin 13 metra. Versioni më I fundit, Koramanshar 4, u prezantua më 25 maj 2023. Sipas autoriteteve iraniane, ky variant ka rreze 2000 kilometra, kur mban një kokë prej 1500 kilogramësh. Ajo përdor një motor më të avancuar me karburant të posaçëm, duke reduktuar kohën e përgatitjes për lëshim në rreth 12 minuta. Seil është një raket balistike me rreze të mesme që funksionon me karburant të ngurtë. Ky sistem u zhvillua për të zëvendësuar raketat Shahab me karburant të lëngshëm. Zhvillimi I Seil mendohet ketë nisur në fund të viteve 90, duke u mbështetur në përvojën e Iranit nga programet e mëparshme raketore. Përdorimi I karburantit të ngurtë redukton kohën e përgatitjes dhe rrit fleksibilitetin operacional. Gader 110, I njohur edhe si Kader 110, është një raket balistike me rreze 1800 deri në 2000 kilometra. Irani e prezantoi për herë të parë publikisht gjatë një parade ushtarake për përvjetorin e luftës Iran-Irak. Gader konsiderohet një version I përmirësuar I Shahab 3A. Sipas vlerësimeve, ai kombinon një fazë të parë me karburant të lëngshëm dhe një fazë të dytë me karburant të ngurtë, duke arritur rreze deri në 1500 kilometra në disa konfigurime. Gader 110 ka kohë përgatitje rreth 30 minuta, më e shkurtër se ajo e Shahab 3, që kërkon disa orë. Raketa prodhohet në Iran në kompleksin Hemat Missile Industry. Shahab 3 është një familje raketash balistike me karburant të lëngshëm, e zhvilluar nga Irani dhe Garda Revolucionare, bazuar në teknologjinë e raketave nord-koreane në Dong-1 fraksion A dhe në Dong-B. Arrezja e tyre varion nga 1000 deri në 2000 kilometra në varësi të variantit. Sipas analizave të CSIS, kombinimi I këtyre sistemeve I jep Iranit një kapacitet goditës me shtrirje rajonale të gjerë. Në kontekstin e tensioneve aktuale në lindjen e mesme, rrezja e këtyre raketave vendos një pjesë të mesdheut lindor dhe Europës juglindore brenda potencialit të tyre operacional.